të seksionit shkencave të natyrës, në bashkëpunim edhe me profesorët të Universitetit të Prishtinës. Kështu që në radhë parë e falenderoj Akademinë e Shkencave Shqipërisë për organizimin e Panairit Librit, I cili është bërë një ngjarje me rëndësi kombëtare, dhe në këtë rast e falenderoj për praninë dhe pjesëmarrjen këtu në këtë promovim akademik në Kifrashën, I cili është kryetari I seksion shkencave të natyrës dhe teknike të Akademisë Shkencave Shqipërisë. Sot do të bëjmë promovimin e 2 teksteve, siç e thash në fillim. Do të fillojmë me tekstin e parë të përpiluar prej autorëve akademik Feyzullah Krasniqi dhe profesor Nasir Sahiti. Kemë bëjmë me tekstin Procese dhe cikle termodinamike, I cili është botuar para ca kohë në Akademinë e Shkencave të Kosovës, dhe po ashtu kemi nderin që para se të bëjmë promovimin në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të bëhet promovimin në këtë Panajir të Librit. Për shkak se akademik Nejadasi dhe akademik Yusuf Krasniqi, cilët kanë qenë recensent të këtij libri, nuk kanë mundur të marrin pjesë drejt këtu në këtë promovim. Unë do të luaj rolin përpos moderatorit edhe të personit I cili do të paraqes në pika shkurtra vlerësimet të cilat I kanë bërë të 2 recensentët lidhje me këtë libër, prandaj po fillojmë. Ky është një libri Procese dhe cikle termodinamike, I autorëve akademik Feyzullah Krasniqi dhe profesor Nasir Sahiti, paraqet një analizë dhe sintezë detajuar të proceseve më të rëndësishme termodinamike, nga të cilat ndërtohen ciklet termodinamike të djathta dhe të majta që është propozuar dhe miratuar pastaj në seksion shkencave dhe arteve, seksioni shkencave natyrës në kuadër të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Libri përmban rreth 700 faqe, në kuadër të tij ekzistojnë një 300 figura dhe përmban një numër të madh të ekuacioneve, dikun 1000 ekuacione, me anë të cilave autorët kanë arritur që të përmbledhin themi të gjitha arriturat e rëndësishme në kuadër të kësaj problematike. Rëndësia e tekstit qëndron në zbatimin e plot koncepteve teorike të dhëna nga ligjet e termodinamikës, të konkretizuar në realizimin e proceseve dhe cikleve termodinamike. Përveç analizës të eficiencës termike, e cila mjaftohet me aplikimin e ligjit parë termodinamikës, në libër është analizuar edhe eficienca eksergjetike, me të cilën për realizimin e procesit apo ciklit të punës konsiderohen edhe ndikimet e faktorëve të jashtëm, burimi dhe gremina termike, nevojshme për realizimin e proceseve dhe cikleve të punës. Me që kjo analizë kryhet duke I përdorur 2 ligje themelore të termodinamikës, kjo na mundson identifikimin e pajisjeve ku ndodhin humbjet më të mëdha eksergjetike, punës teknike në kuadër realizimit të ciklit punës. Për arsye, për shkaqe edhe të kohës, sigurisht e kemi edhe një promovim tjetër të librit, eventualisht ndonjë koment për librin. Atëherë unë do të kaloj pjesën e përmbajtjes secilit kapitull të librit dhe në fund do të ndalem te përfundimi I këtij libri, nga analiza e detajuar e materialit të ofruar në librin Procese dhe cikle termodinamike, të autorëve akademik Feyzullah Krasniqi dhe profesor Nasir Sahiti, mund të konstatojmë se I njëjti e paraqet një analizë dhe sintezë thokët dhe cilësore të proceseve dhe cikleve termodinamike, dhe në këtë aspekt e vlerësojmë edhe si një kontribut të caktuar të autorëve në rrafshin shkencor dhe profesional. Krahas analizës termike të proceseve të cikleve të punës, analiza është zgjeruar edhe me analizën eksergjetike, e cila duke I përdorur të 2 ligjet themelor termodinamikës e bën analizën më të plotë dhe gjithsesi më cilësore. Kështu materiali shjelluar si mjaft cilësor do të jetë shumë I dobishëm për përdorim nga studiuesët shkencor të fizikës teknike në përgjithësi dhe të studiuesve të proceseve të cikleve termodinamike në veçantë. Duke vlerësuar lart rezultatet e shprehura dhe të arritur në këtë libër, recensuesit me kënaqësi kanë propozuar
miratimin e këtij libri nga ana seksioni shkencave natyrës dhe falenderojmë po ashtu edhe Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, e cila e ka mundësuar botimin e plot të librit. Tash kalojmë te pjesa më e rëndësishme, po mendoj, sepse për fat mirë kemi dy autorë këtu prezent, dhe ja jap fjalën akademik Fejzullah Krasniqit ti thot disa fjalë për librin. Profesor, fjala për ju. Profesor Fetat, falenderoj profesorin Fetat për këto vlerësime. Po ashtu falenderoj akademik Nexhat Dacën edhe akademik Yusuf Krasniqin që e kanë kryer këtë recenzionin. Për prezencën e falenderoj në kryetarin e Akademisë Shkencave, profesorin Justina Pulën, dhe po ashtu profesorin Neki Frashëri, si kryetar i seksionit Shkencave Natyrës dhe Teknike. Normalisht që është një libër fundamental, me qenë se termodinamika është shkencë fundamentale, është një punë shumë serioze të bëhet, edhe në aspektin teknik, edhe shkencor, dhe është kompiluar në 6 kapituj përveç pjesës përgjithshme. Janë analizuar ciklet e punës të termocentraleve me avull, do të thonë termocentralet që ne i kemi në Obiliq. Po shumë është e rëndësishme që është përveç analizës energjetike, materiale dhe energjetike, është bëhet edhe analiza eksergjetike. Një nocion shumë aktual në shkencat tona. Ma ne jemi bë ciklet e motorëve me ligje të brendshme, këto janë ciklet për prodhim të fuqisë, se ju dini një motor për shembull duhet me prodhu fuqi për me lëviz. Sikur që i bën turbina me avull. Manej edhe ciklet e turbinave me gaz, të cilat janë shumë prezente pra në gjithkund në teknikë. Kjo është bërë edhe analiza e cikleve me kogenerim ose me prodhim të përbashkët të energjisë termike dhe elektrike, që është një projekt që është realizuar në Kosovë, pra ngrohja e qytetit Prishtinës përmes kogenerimit ose përmes prodhimit përbashkët të energjisë elektrike edhe energjisë termike. Dhe atëherë është prodhuar vetëm energjia elektrike, po tash për një vendit njëjtë prodhohet edhe energjia termike. Shumë e nevojshme pra për, edhe dini, prej atina momentit, sistemi i ngrohjes është shumë stabil në Kosovë, tash në Prishtinë është mjaft stabil, edhe me kapacitet pra të nevojshëm. Rreth 140 MW, përkatësisht për një bloku mjet 70 MW energji termike, që rritet shumë rendimenti i përgjithshëm i cikleve. Domethënë kjo ndikon edhe në rritjen e rendimentit përgjithshëm të cikleve të punës. Dhe atëherë kanë qenë ciklet me kondenzim, domethënë i gjithë ovulli që ka kaluar në turbinë është kondenzuar, e tash një sasi për 100 tona në orë merren për kogenerim. Ajo sasi nuk shkon më hup në atmosferë, po jepet konsumatorit termik. Aty është pra fitimi nga kogenerimi. Janë analizuar sistemet e makinave ftofse dhe pompave termike, ose pompave të nxehtësisë, si thojmë. Tash po shihni janë shumë përdorim gjerë, pra ngrohja me pompa termike është shumë aktuale tash edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Domethënë, këtu krijojnë ciklet majta. Ciklet majta domethënë se ju një të lamis të nxehtarisë, apo domethënë cikli i majt, domethënë ciklet që nuk prodhon punë, nuk prodhon energji elektrike, po shpenzon energji elektrike. Ju posa ta keni frigoriferin edhe e futin në rrymë, ai më një herë ftof, po më një herë krijon ciklin e majt. Domethënë e krijon ciklin e majt, shpenzon energji ose punë mekanike, shpenzon energji elektrike. Po edhe kjo pompa e nxehtësisë ose pompa termike shpenzon pra energji elektrike në favor të prodhimit të energjisë termike, dikon rreth 5 herë më shumë prodhon energji termike se sa që shpenzon energji elektrike. Domethënë, përveç kësaj, janë analizuar proceset psikometrike. Domethënë, plotësisht edhe në kushtet e Kosovës është bërë një analizë psikometrike, domethënë analiza e ajrit lagësht.
në ku jemi tash këtu, do më thënë ajri është i lagësht, dhe të rrit lagështia, në që se rritet lagështia, për shumë që se termi tesha tash këtu, lagështia rritet edhe ne kur e qojmë ajrin mushni, ai krijon probleme, sepse në vend që me hjek lagështin, e shtojmë lagështin në mushni. Edhe keni po shumë pleq që i kanë përmi moshën temë, se s'po thëmë 70, po edhe ma shumë se 70, kur merrim dhe një 10 ditë mjegull, veç kur i shenë me ngjesët vëlla kanë ndru jetë, nuk e dim pse. Pse moshnit, domethënë, nuk kanë funksionu, për shkak se është mbledh ujë në moshni, nuk është, se nëse ti thjet ajër që nuk është i ngopur me lagështi, ai ajri me lagështinë edhe del i ngopur, edhe ti lirohesh. Po nëse nuk lirohesh, po e stivon atë. Kur e stivon, domethënë, moshnit nuk funksionojnë, nuk janë elastikët sikurse te trit. Ata pleq do të më i morë me qitë në kodra, mas 3-4 ditëve që merë ashtu edhe ai lirohet për një 4-5 ditë, dhe më thonë, nëse veç mjegulla zgjatë për shembull 10 ditë kështu me radhë, veç i shef njerëzit që në mëngjes lajmërojnë, dhe më thonë, lajmet janë në mëngjes që nuk është mo. Dhe më thonë, kjo është analizuar me shumë kujdes, kjo çështje me qenë se ka qenë lami e imja dhe profesorit Naser, është analizuar me shumë gjerësi, edhe vjen pa modesti, më thëmë, është një tekste që e studion mas gjerje në këtë literaturën botnore kjo. Asnjë vend nuk studiohet kaq bukur. Është punu shumë, është me shumë mund, një punë me shumë mund, prandaj e falenderoj shumë seksionin e shkencave natyrës edhe Akademinë e Shkencave që e ka botuar këtë tekst, i cili unë mendoj që paraqet një analizë dhe sintezë me shumë çështje origjinale. Domethënë janë çështje, disa janë shumë çështje janë shumë origjinale, të cilat nuk ekzistojnë në literaturë. Në këtë aspekt ju falenderoj të gjithëve, domethënë edhe të gjithë që janë prezent, falenderoj shumë. Faleminderit akademik Krasniqi, pasi që këtu e kemi edhe bashkautorin në këtë libër, profesor Dr. Naser Sahitin, atëherë profesor Naser edhe ju mund të jepni përshtypje tuaja për librin. Faleminderit. Faleminderit profesor Fezullah, profesor Fetah. Natyrisht, fillimisht përshëndetje për pranishëm akademikun Trashëri, po edhe përfaqësues të Akademisë së Kosovës, nënkryetaren, sekretaren. Po ashtu falënderim për Akademinë e Shkencave të Kosovës që e ka mbështet këtë libër, edhe në këtë mënyrë vazhdon me motivu shkencëtarët, qoftë akademik, qoftë profesorët, me qëndru në veprimtarinë botuese që nuk është një aktivitet themi i lehtë, por kur ka kësi mbështetje natyrisht motivuan edhe autorët të japin kontributet e tyre. Sa përket tekstit, profesori Fezullah folin në detaje. Natyrisht ajo çka mund të them nga ana ime është që teksti vërtet paraqet një analizë të detajuar të proceseve të shumta që kanë hyrë në funksion studentëve të doktoratës, në mënyrë që rezultatet e tyre që i fitojnë në mënyrë eksperimentale të kenë mundësi të mbështesin nëpërmjet një analize të thuktë matematike, e cila shpeshherë i mungon atyre, një themi përparësi kontributi veçantë që mund të përfitohet nga ky tekst i botuar, është që i prek edhe disa gjëra shumë fundamentale që lidhen me tranzicionin energjetik, i cili është shumë aktual. Ai ka të bëjë para së gjithash me trajtimin e eksergjisë, kësaj pjesës të energjisë, e cila është ajo e cila hen në funksion, pastaj dhe trajtimi i këtyre proceseve për prodhim të kombinuar, proceseve për kthim të nxehtësisë, si dhe proceset që lidhen me pompat termike. Këto analize natyrisht gjenden themi në formë të parafort në tekstet zakonshme universitare, po jo në mënyrë kaq të detajuar edhe sofistifikuar me aparat matematikor. Natyrisht ne si autor jemi munduar që edhe ana teknike të jetë në nivel, ka pas përkushtim të veçantë dhe ka rezultuar në botimin që kemi para nesh, e cili siç duket është duke u prit shumë mirë, për shkak natyrisht jemi shumë mirës edhe falenderoj. Faleminderit gjithë për prezencën. Faleminderit profesor, atëherë për hir edhe të kohës shkurtër, sepse kemi një promovim tjetër, ndonjë koment shkurt nëse ka dikush prej publikut?
Nëse jo, atëherë vazhdojmë me promovimin e librit tjetër. Profesor Rapo, urdhër, profesor? Prit, profesor. Sepse duke qenë i fizikës që i njoh proceset termodinamike, ligjet ose parimet e termodinamikës, po një trajtim kaq i detajuar dhe me originalitet edhe me gjëra të reja, por jo vetëm i shtrirë vetëm në proceset termodinamike, po i shtrirë gjithashtu edhe në aspektet tjera mjekësore, siç e theksoi autori, që nga një libër me të vërtet me vlera, një libër që e prodhojnë akademikët dhe që vlen domethënë dhe aq më tepër sidomos për studentët e doktoraturës që ta kenë si bazë për studimet doktorale, e cila është problem sot në të dy vendet tona. E falenderojmë shumë, një kënaqësi e madhe për këtë informacion. Faleminderit profesor, faleminderit. Akademik Neki Frosh. Problemi i termodinamikës sot është, do thosha, jashtëzakonisht kritik, pasi që lidhu ngushtë edhe me problemet e ngrohjes globale. Edhe jemi praktikisht në një situatë që do të qoja absurde, ku nga një anë bërtasin për rreziqet e ngrohjes globale, për pasojat e saj, dhe nga anë tjetër bëhen veprime përfshi edhe në fushën e informatikës, të cilat shpihen në rritjen e konsumit të energjisë. Pra, duke sikur jemi futur në një rreth vicioz, që nga një anë doam që të rregullojmë konsumin e energjisë, nga ana tjetër vazhdojmë që ta rritim. Kështu që në këtë këndër vështrimi botimet e tilla që trajtojnë gjërësisht problemet e termodinamikës janë jashtëzakonisht rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit akademik Froshi. Atëherë tani për shkak të kohës në dispozicion do të vazhdojmë me librin tjetër. Kam kënaqësinë që tani të bëjmë promovimin e librit të dytë të autorit antar korrespondent Sali Gashi, antar korrespondent i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, i cili është autor i librit Proceset konvencionale membranore dhe të integruara, parimet dhe zbatimet. Sa i përket këtij libri, kemi pas nderin për shkak se profesor Salihu ndërkohë i ka festuar 8 dekada. Prandaj është bërë promovimin në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, por është e njëjtja kënaqësi që ky libër sot po promovohet këtu në kuadër panajit librit, dhe ftoj akademik Fejzullah Krasniqit, cili ka qenë njëri ndër recensentët e këtij libri që në pika të shkurtra të flas për përmbajtjen e këtij librit. Profesor Feta, profesor akademik Nejat Daci dhe unë kemi qenë recenzues të këtij libri, Proceset konvencionale membranore dhe të integruara, parimet dhe zbatimet, i shkruar nga antari korrespondent profesor doktor Sali Gashi. Ne nuk ishim me lexuar recensionin në tërësi, meqense është mjaft i gjatë, përbohet prej 13 kapitujve. Prandaj nëse më lejoni vetëm përfundimin kishim me lexuar, meqense libri është këtu, kush është interesuar dhe mundet me marr. Ky dorëshkrim është shkruar sipas standardeve bashkëkohore të teksteve shkencore. Përmban një gamë të gjerë të proceseve teknologjike që janë shjelluar
me metodologji aktuale të një vepre shkencore duke pas parasysh edhe specifikat e veçanta të tyre. Këto procese janë shpjeguar thjesht, kuptueshëm dhe janë renditur në mënyrë kronologjike, duke u nisë nga parimet e detit zbatimi i tyre në industri dhe mbrojtjen e mjedisit. Vlen të ceket se ky është ndër tekstet e rralla në literaturën aktuale në përgjithësi e në veçanti në gjuhën shqipe. Nisu nga fakti se në këtë libër është paraqit një analizë dhe sinteze e proceseve konvencionale membranore, lemin të cilën antari korrespondent profesor Dr. Sali Gashi është dëshmuar me rezultate themelta e të suksesshme, si në rrafshin profesional, ashtu edhe në rrafshin shkencor në vend dhe jashtë. Ne si recenzues, me kënaqësi i kemi propozuar seksionit shkencave të natyrës të Akademisë Shkencave që këtë libër ta botoj si botim i veçantë i seksionit shkencave të natyrës. Nëse duhet, kryesisht profesori mjaft gjerë ka punu në proceset membranore, pra osmotike, dhe aty ka pas rezultate edhe në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar. Faleminderit. Tani, ja jap fjalën antarit korrespondent profesor Sali Gashi, i cili do të flasë në cilësinë e autorit për librin e botuar. Profesor, fjala për ju. Nderuara nënkërtore e Akademisë Shkencave e Tortave të Kosovës, sekretar i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, të nderuar të pranishëm. Duke ditur se proceset bashkëkohore industriale ndryshojnë shumë shpejt, qoftë nga aspekti e zhvillimit proceseve të prodhimit, apo qofse standardeve gjithnjë më rigoroze të mbrojtjes mjedisit. Dhe duke ditur se bota në shekullin e 21 do të ballafaqohet me problemin e furnizimit me ujë të pije, sepse 2/3 e popullatës botnore nuk pinë ujë sipas standardeve. Prandaj unë mendova se është mirë që ta shkruaj një tekst, ta përpiloj dhe t'i mbledhi këto procese në mënyrë që njerëzit të informohen më afër, sepse ne jemi specialist ngushtë, prandaj shpeshherë nuk i kemi mundësitë të lexojmë krejt ato libra, krejt nga ana tjetër, unë mendoj se proceset e ndryshme të cilat janë shtjellu këtu janë procese standarde, proceset membranore edhe proceset e integruara ose ndryshe quhen proceset hibride. Proceset standarde janë mirë të njohura, megjithatë gjithnjë më shumë po zaventsohen me procese të reja. Proceset membranore janë shumë të avancuara dhe përveç shkripëzimit të ujdetit dhe përdorimit mjekësi për dializë, pastaj është problemet e farmaci, sepse tani nuk ka më procese të destilimit në aspektin e destilimit kështu i cili është konvencional, s'ka gati proces që nuk përdoren tani membranat në proceset e ndryshme. Prandaj, kjo ka qenë edhe rëndësishme dhe ju falenderoj që unë e prezantoj këto edhe në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, sepse për Shqipërinë edhe për vendet bregdetare është shumë e rëndësishme me i ditë proceset membranore për shkak të shkripëzimit të ujdetit, sepse për një kohë shumë të shkurtër, Tirana, Durrësi, qytetet e mëdha dhe qytetet tjera do të ballafaqohen me problemet e ujit. Prandaj të gjitha shtetet të cilat kanë këtu në bregdetare, sot i kanë ato në përdorim të sipër dhe përfitojnë ujin prej shkripëzimit të ujdetit. Edhe një
një element i rëndësishëm, i cili e përmendën kolegë këtu për shkak të energjisë. Energjia prodhohet edhe prej membranave. Dhe tash do të ishte shumë e pa kuptimt nëse nuk i thon dy fjalë se qysh. Uji lumit kalon nëpër membran, kalon te uji detit. Ngritet shtypja, shtypja mohat konstante, pe atje bjen në turbinë dhe prodhohet energjia. Në Skandinavi 2009 është instalu stabilimenti i parë i cila prodhon energji në këtë mënyrë. Dhe faktikisht 10% të energjisë norvegjisë prodhohen me membrana dhe une kom qenë kurrështar shumë se faktikisht janë procese pak janë të avancuara dhe vështirë me majt, mirë po kur më kanë thonë se 10% të energjisë të Norvegjisë prodhohet me membrana, e i kom pyet ekspertët e energjisë, më kanë thonë se është shumë 10% me prodhu energji e ripërtrishme. Faktikisht këto procese janë edhe me kosto të shtrenjtë, të lartë. Por këtë kosto e ka relativizuar energjia diellore dhe energji tjera. Unë dikun ju marrë që 30 vjetë me membrana dhe kemi kriju edhe një membranë me kolegë dhe duke parë opinionin ndërkombëtar të punimeve të publikuara nga kjo lami të ekipit të Prishtinës, atër mu ka duk edhe më e rëndësishme që të përpiloj një tekst kësisojt. Proceset tjera të cilat janë proceset e integruara ose që quhen ndryshe proceset hibride. Këto procese janë kryesisht në zhvillim e sipër, por konsiderohet se këto do t'jenë zgjidhja ma volitshme e menjanimit të mangësive të proceseve individuale. Këtu nuk mungojnë as rezultatet e ekipit të Prishtinës. Prandaj, edhe pse bëhet këtu faktikisht në këtë libër i cili është shkruar në mënyrë bashkëkohore të librave shkencore dhe problemet e gjuhësore të termave që janë përdorur për herë të parë në gjuhën shqipe ka qenë sfidë për librin. Shpresoj se ky libër e ka pasuruar literaturën e kësaj lamie dhe do të mundsoj të tjerëve të mësojnë pak më shumë nga kjo fushë specifike. Unë e falenderoj Akademinë e Shkencave të Kosovës që e ka botu librin dhe Akademinë e Shkencave të Shqipërisë që e po promovon edhe njëherë librin dhe në fund duhet edhe t'i falenderoj recenzentët edhe akademik Nejat Docin, akademik Feyzullah Krasniqin edhe Feta Podgoricën, të cilët kanë kontribuar që ky tekst të del në mënyrë kështu si komplete. Faleminderit. Faleminderit profesor Gashi. Njëherë shfrytëzoj rastin të përshëndes kryetarin e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Krajin për pranimin këtu dhe nënkryetarin e Akademisë Shkencave të Shqipërisë, akademik Vasil Tolen. Kanë mbetur disa minuta para përfundimit, nëse ka ndonjë koment eventual, atëherë mirëpresim. Nëse jo, unë ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen dhe uroj që të dy akademitë gjithsesi bashkë me autorë tjerë të vazhdojnë me botimet në kuadër të këtyre veprimtarive dhe edhe një herë të falenderoj Akademinë e Shkencave të Shqipërisë kësaj radhe për organizimin e panairit të librit.